Gropa në çdo metër, asfalti plasaritur, pjesë as pak i rrafshët. Kjo është gjendja e rrugës rajonale Kërçov-Demirhisar, e cila është tetë e frekuentuar pasi që lidh shumë qytete, por që gjatë vjeshtës dhe dimrit bëhet e rrezikshme. Ndodhemi në rrugën regionale Kërçov-Demirhisar. Kjo rrugë është shumë e frekuentuar, megjithatë 20 kilometrat e para nga Kërçova drejt Demirhisarit janë në gjendje të mjerueshme, siç edhe mund ta shihni. Janë hapur gropa të mëdha, është e arnuar në çdo cep. Në kohë me shi, kjo është shumë e rrezikshme pasi që drejtuesit e makinave nuk mund të shohin se ku janë gropat pasi që mbushen me ujë. Kjo rrugë është premtuar disa herë që nga viti 2020 për asfaltim, megjithatë deri më tani nuk është ndërmarrë asgjë. Për këtë pyetëm ndërmarrjen publike rrugët shtetërore, nga ku na thanë se kanë përgatitur projekt për këtë rrugë, por ende nuk dihet nëse do të sigurohen mjete për të njëjtën. Është përgatitur projekti për rehabilitimin e rrugës rajonale Kërçov-Demirhisar-Manastir, që përfshin rehabilitimin e një traseje me gjatësi 45.3 km me një investim të parashikuar prej 14 milion denarësh. Me këtë investim do të sigurohet qarkullim më i shpejtë dhe më i sigurt ndërmjet 3 komunave, do të lehtësohet transporti i mallrave dhe shërbimeve dhe do të kontribuohet në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kërçovës, Demirhisarit, Manastirit dhe rajonit më gjerë. Megjithatë, aktualisht programi vjetor i ndërmarrjes për vitin 2026 është ende në përgatitje dhe nuk është final, prandaj nuk mund të thuhet nëse do të ketë fonde të siguruara për projektin ose nëse ai do të mbetet në rubrikat nëse sigurohen mjete. Kujtojmë se në vitin 2020 nga ish-drejtori i rrugëve shtetërore Zoran Kitanov premtoi 300 km rrugë rajonale në pjesën jugperëndimore të vendit, ku ishte e përfshirë edhe rruga Kërçov-Demirhisar, por kjo pjesë nuk u prek as pak dhe qëndroi si e tillë prej vitesh.